Kuksi i qarku më i varfër i vendit raportohet nga Instat si qarku me shkallën më të lartë të punësimit në Shqipëri. Në vitin 2024, 70.9% e popullsisë figuron e punësuar, por ndryshe nga shifrat, realiteti tregon një tjetër histori. Në Kukës, një familje shpenzon mesatarisht vetëm 73.000 lekë në muaj, rreth 20% më pak se mesatarja kombëtare. Ky është niveli më i ulët i shpenzimeve në rang vendi. Punësimi dominohet nga bujqësia, ku janë të regjistruar mbi 70% e të punësuarve, por kontributi në prodhimin bujqësor është më i ulët në Shqipëri. Shumica e këtyre të punësuarve nuk kanë të ardhurat të rregullta mujore. Burimi kryesor i pagave mbetet shteti përmes administratës lokale, arsimit dhe shëndetësisë. Ndërkohë, sektori privat ka mbetur i pazhvilluar. Ekspertët e cilësojnë këtë situatë si punësim fiktiv dhe paradoksal. Njerëzit figurojnë të punësuar, por jetesa e tyre mbështetet tek bujqësia e vetë konsumit dhe remitancat nga emigracioni. Paradoksi i Kuksit tregon se statistikat shpesh nuk përkojnë me realitetin. Njerëzit nuk largohen nga ky qark sepse nuk kanë punë, por sepse puna që kanë nuk u siguron të ardhurat për një jetesë dinjitoze. Ndaj, edhe pse shifrat tregojnë punësim, realiteti vazhdon të tregojë varfëri dhe emigracion masiv.